Pas shtrejtimit të sejtës të derivateve të naftës, Komisioni Regulatori i Energjetikës ka njoftuar sot se pas mesnatës do të ketë sërish të rritje të çmimeve, me çka çmimi i naftës do të shkojë në 72 denar, ndërka çmimi i benzinave në 76, përkatësisht 78 denar për litër, siç ka sqaruar edhe kryetari i KRE-s Marko Bislimovski. Rritja e çmimeve është pasojë direkte e konfliktit mes Iranit dhe Izraelit. Eksperti i ekonomisë Abil Baush tha për televizionin Shenja se mungesa e politikave afatmesme dhe afagjata e bën ekonominë e vendit fragjile ndaj konflikteve të këtilla që ndodhen, sidomos në vendet që janë eksportuese të naftës, ndërsa pasojat pritet të jenë edhe më të mëdha në rast se kemi vazhdim të konfliktit. Kemi dy momente këtu tash, të këto rritja e çmimeve edhe të derivateve të naftës, po edhe në përgjithësi inflacionit të vendit tonë. Momenti i parë është domethënë patjetër ekonomia është aq shumë e ndihshme se që reagon çdo konflikt që ndodh në botë, sidomos në vendin ku janë eksportues më të mëdhenj të derivatit të naftës. Domethënë ai region, në momentin kur duket që është në konflikt, atëherë patjetër do të kemi lëvizje të çmimit të naftës. Por kjo është një gjë cila është në një pjesë e jashtme e ekonomisë. Nëse vazhdon tutje do të kemi domethënë pasoja në rritjen e çmimeve për arsye se prishet furnizimi ose marrja e derivateve më shpejt etj. Por më brengosëse sipas tij është pjesa e brendshme e ekonomisë së vendit, sepse vendi ka filluar të gjenerojë inflacion vetvetiu dhe ky konflikt i jashtëm do ta vështirësojë edhe më shumë pjesën e rritjes së çmimeve. Nëse konflikti nuk zgjerohet, nëse nuk ka një farë zgjerimi në territoret e veta ose edhe nëse nuk ka ende një eksplozivitet më të madh që të inkuadrojë edhe vende të tjera aty brenda, mendoj se do të arrijmë një stabilitet të çmimeve derivateve të naftës, por nuk do të jetë i ulët ky stabilitet. Ky stabilitet do duhet patjetër të paguhet për arsye se pikërisht këto lëvizje, këto fluktuacione të cilat ndodhin në tregun, ato do të fillojnë ta nxisin edhe rritjen e çmimeve, sidomos në sektorin energjetikës. Baush rekomandon që vendi të fillojë të krijojë politika afatmesme dhe afagjata në mënyrë që kur të ketë konflikte të këtilla, amortizimi i këtyre krizave të jetë më i vogël në ekonominë tonë.